Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës Vigjereshtës. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur Vigjereshtë dhe kjo javë për ju sjell një ftesë për të hequr dorë nga kontrolli i tepërt dhe për të hapur zemrën ndaj procesit të shërimit. Letrat tregojnë qartë se je në një pikë ku ke nevojë të besosh në rrugën që ke përpara të dashur Vigjeresh dhe të lësh energjinë tënde të lëvizë pa bllokime. Shërimi nuk është një destinacion të dashur Vigjeresh, por një udhtim. Çdo hap i vogël që bën, edhe kur duket i parëndësishëm, të çon më afër paqes së brendshme. Besoj rrugës tënde. Edhe pse rruga mund të duket e paqartë, dashur Vigjeresha, ajo të çon drejt asaj që je destinuar të bëhesh. Beso në këtë proces. Çdo hap është pjesë e historisë tënde. Duhet të jepni lartë, por duhet filluar nga kjo shkallë, këtu. Do thotë, jo një destinacion, por një udhtim. Zemra jote të dashur Vigjeresha ka mbajtur shumë mbrojtje për të mos u lënduar. Por tani ajo mbrojtje po të pengon. Lejoje veten të ndjesh, sikur jeni ngurtësuar nga duke mbrojtur veten dhe duke u ruajtur mos t'ju lëndojnë. Lejoje veten të ndjesh, pra, të hapesh, të marrësh frym, pa frikë, të ndjesh nga zemra, prap. Zhbllokoj energjitë. Energjia jote është ngërthyer, mos priç gjërat e mëdha të ndryshojnë menjëherë. Fillo me hapësira të vogla. Këtu është në mënyrë metaforike, po e shpreh sikur po pastron një person. Çfarë duhet pastruar tek ju? Një fjalë thënë, një dhomë e pastruar, një ndjenjë e shprehur. Këto lëvizje të vogla hapin rrugë të dashur Vigjeresha për ndryshime të mëdha. Pra, kjo javë të fton të ulesh armët, mbrojtjet, të pranosh procesin e shërimit dhe të mos detyrosh veten të kesh gjithmonë përgjigje për çdo gjë. Kur zemra jote hapet, do filloj energjia të lëvizë dhe rruga jote bëhet më e lehtë. Kujto, s'ke pse ta bësh gjithçka menjëherë. Edhe një hap i vogël është një fitore e madhe, nga që një hap i vogël është më afër aty ku dëshironi të shkoni. Apo të arrini.